Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot ju kam sjellë këtë recetë për ëmbëlsirë me pak përbërës, e shpejtë, e lehtë dhe e shëndetshme. Mund ta përgatisni me mjaltë për të qenë akoma më e shëndetshme. Del shumë e shijshme dhe kremoze, mund ta servirni në copa ose edhe në përgota. Le të vazhdojmë me përgatitjen. Unë kam përdorur komposto me pjeshk. Mund të përdorni komposton që ju pëlqen. Gjithsej, pesha e pastër së bashku me lëngun ishte 820 gram. Do vazhdojmë duke hedhur të gjithë në një tenxhere dhe hapi radhës është i bluaj mirë si në video. Mund t'i bluani me çfarë juve të doni, sipas mundësive. Unë i kam bluar në këtë mënyrë. Dhe tani do e ëmbëlsojmë pak. Unë e kam ëmbëlsuar me sheqer, por siç ju thash mund të përdorni mjaltë ose për diabetikët stevia. Kam shtuar diku te 5 lugë gjelle me sheqer, 5 lugë gjelle plot me niseshte, pak aromë vanilje. Unë kam shurup, por mund të shtoni çfarë të keni. Qumësht të dëshirës tuaj, diku te 500 gram. Do vazhdojmë duke e përzier mirë dhe do e vendosim në zjarr duke trazuar vazhdimisht derisa të trashet. Nuk do ndaloni së trazuari që mos të na zej poshtë. Dhe ja pra këtu e kemi gati, kjo është trashësia që duhet të ketë. Pasi që kemi gati është trashur, largojmë nga zjarri. Ndërkohë mund të vendosni se ku do e hidhni. Unë kam lagur një tepsi me pak ujë, teprisën do e derdhim vetëm pak sa ta lagim, ose mund ta hidhni dhe në përgota. Një ide shumë e mirë është se mund ta shtroni dhe me biskota, ose nëse e doni të thjeshtë siç e kam bërë në video. Do e lëm më njan derisa të ngrihet dhe të ftohet mirë. Sipër mund ta lyeni me pak marmalatë ose mjalt, do e bëj me arë kokosi që të ngjitet sipër, por mund t'i hidhni dhe arë ose bajame të bluara. Unë i kam hedhur pak sipër kështu arë kokos, është e thjeshtë, praktike dhe e shpejtë. Dhe ja pra kaq ishte ëmbëlsira jon për sot. Është shumë freskuese, e lehtë dhe ekonomike. Sidomos nëse keni komposto të bërë vetë në shtëpi, ka për t'ju dalë akoma më e mirë. Ja pra të dashur miq, ku përfunduam dhe me recetën e sotshme. Nuk ka lidhje, nuk del si puting sepse ka frut brenda, del shumë kremoze siç e shikoni në video. Pra nuk del njësoj sikur do e bëni me lëng portokalle. Për ata që do e provojnë, punë të mbarë dhe ju bëft të mirë. Gjithë të mirat, bashkë mirë dëgjofshim.